Edicioni i 18 i Aulona Interfolk Festival bëri bashkë 400 festivalist nga 4 kontinente të ndryshme, të cilët performuan në natën e parë zyrtare të aktivitetit në Vlorë. Grupet folklorike vinë nga vete të ndryshme të Europës, Azisë, Afrikës dhe Amerikës së Jugut për të performuar këngë e valle që shpalosin traditat e tyre. Festivali u vlerësua nga një publik i gjerë i cili e ndoqi nga afër. Spektatorët ishin jo vetëm vendas qytetar të Vlorës, por nuk munguan as huajt, që kryesisht vinin nga Anglia dhe Europa. Ata vlerësuan atmosferën teksa për ta tepër interesante kanë qenë edhe kostumet. Ndërsa për vlonjatët, Vlora duhet të ketë më tepër aktivitete të tilla. It's brilliant. Where are you from? England. I'm Wales. Një koncert brillant. Unë jam nga Anglia, prej Walesit vi. Jam për herë të parë në Shqipëri. Në këtë vend më pëlqen shumë muzika dhe njerëzit. Atmosfera këtu është brillante. It's brilliant. Should we do it? You are from England? England, yes. Unë vi nga Anglia gjithashtu, jemi për herë të parë në Shqipëri. E duam këtë vend, është shumë i bukur. Zgjodhëm këtë vend sepse nuk kemi qenë më parë këtu. Do të donim të njihnim një tjetër kulturë dhe erdhëm. Është shumë bukur, këtu atmosfera është magjike. Shumë e mirë për të dëgjuar. Na pëlqen shumë kjo muzikë dhe kërcimi i tyre gjithashtu. Madje edhe veshja është e mrekullueshme, shumë bukur. Very good. And the outfits. Very cool. Do të pëlqen koncerti? Po, shumë. Çfarë të tërheq më tepër? Që janë të tëra shtetet. Ka besojë? Po. Pëlqen shumë të dëgjoj muzikën tradicionale nga shtetet e tjera. Veshjet e tyre, ndoshta veshjet. Po, shumë. Sidomos nga Shile, Kultura të ndryshme. normale, po. About Albania. About Albania, about Vlora. The beaches are beautiful. Në Shqipëri na pëlqen shumë deti, është shumë i bukur. Kërcimi gjithashtu është tepër interesant. Unë vi nga Anglia, nga Manchesteri. Atmosfera këtu është brillante, më pëlqen shumë. Më shumë nga ky aktivitet më pëlqen veshja e tyre. Është interesante. Muzika është e bukur gjithashtu. Maybe the music? Yeah, the music's good as well. Thanks a lot. Emocionale, shumë kënaqësi. Grupet me ato veshjet aq të bukura, me ato këngët aq të mira, me një performancë të shkëlqyer, është një kënaqësi e veçantë. Kemi ardhur për ta ndjekur sot. Ju pëlqen aktiviteti? Po, më pëlqen shumë, jashtëzakonisht tash. Me shumë kënaqësi. Ka ardhur për ta parë, apo jo? Jo, kam ardhur vetë. Ndalova. Kalove. Çfarë të tërhoqi vëmendje? Muzika dhe organizimi, të dyja bashkë. Si të duket muzika dhe organizimi? Shumë bukur, bravo. Duhet të ketë Vlora më shumë evente të tilla. All time, gjithmonë. Sejmen Gjokoli, drejtuesi i aktivitetit, thot se Aulona Interfolk Festival është një aktivitet kulturor artistik, por edhe turistik që ka për qëllim promovimin e Vlorës në botë. Sipas Gjokolit, për herë të parë po performojnë në Vlorë një grup nga Kili dhe një tjetër nga Burundi Afrikës. Mua vjen mirë që Aulona Interfolk Festival po kthehet në një platformë sa kulturore dhe folklorike, aq edhe turistike. Në këtë edicion që është edicioni 18, ky festival vjen në merisi, pasi për herë të parë ne kemi këtu edhe 2 kontinente të tjerë, ndërsa më përpara kishim vetëm nga Europa dhe nga Kina e Largët, nga Azia tani kemi edhe nga Amerika e Jugut, siç është grupi i Kilit, po ashtu kemi edhe nga Afrika që është një grup nga Burundi, ky që pikërisht ju e shikoni tani në skenë. Janë 2 grupe që kanë dhënë një tjetër atmosferë festivalit. Festivali nuk është në një qëllim në vetvete, pra nuk është vetëm skena. Festivali është edhe sheshi, është edhe trotuari, është mjedisi, janë njerëzit, pra atje ku janë njerëzit është festivali Aulona Folk. Sipas Gjokolit, aktiviteti zhvillohet jo vetëm në skenë, por edhe në rrugët e qytetit me paradën e grupeve folklorike, si dhe me këngë valle të kulturave të ndryshme. Gjokoli thot se është po ashtu tepër i kënaqur nga pjesëmarrja, pasi për evente të tilla publiku është më i rëndësishmi. Festivali ka 2-3 vite që ai nga 3 net që zhvillohej vetëm në skenë, tani zhvillon edhe një natë pa skenës, i paraprin
koncertet që janë të lira, performansat të lira në rrugë dhe në sheshe, si që ishte edhe nata e parë, që ne patëm rastin të kemi shumë shikues qytetarë të zakonshëm që u bën pjesë e këtyre performansave dhe pastaj vazhdojnë 3 ditë që janë këtu në skenë, po jo vetëm në skenë, mbasi festivali hapet me një paradë prej sheshit Flamurit edhe deri këtu në stadiumi Flamurtari ku është edhe skena kryesore, mund të them me bindje dhe me kënaqësi njëkohësisht që parada e këtij viti ka qenë jashtëzakonshme. Në datat 23, 24 dhe 25 maj, Aulona Interfolk Festival sjell në Vlorë një atmosferë ndryshe, shumë dimensionale me kultura dhe tradita të ndryshme. Ky festival ka nisur në 22 maj me performanca të lira të grupeve folklorike në sheshet dhe rrugët e qytetit bregdetar të Vlorës.